Albin, adres në shkollë. Pjesa e parë të ndërruar shikues në Rizalushta në këtë derbi të grupit A në Raiffeisen ligën e parë nërmes të Trepçës 89 dhe Drenisës. 2 golat I realizoi Vesli Soza, vlen të kësot fakti që Drenica realizoi një herë në pjesën e parë, mirë po goli u anullua për shkak se Kenc Hamiti shkaktoi ndërhyrje të parregullt para se të pasonte për Fofanan, I cili me të të bukur e finalizoi aksionin për të kaluar edhe portierin Donat Kaçio. Gjithçka gati, duket të jetë për startin e pjesës së dytë. Kapitali I madh I krijuar nga vendasit në 45 minutë në parë. Tani gjyqtari Tefik Maloku jep shenjë për fillimin e 45 minutës të dytë. Pasimi përpara nga Kenc Hamiti, nuk shkon topi tek Ikbal Jashari. Roza, ndoshta lojtari që bëri dallimin në pjesën e parë, një paraqitje fantastike e tij. Nëse humbi ndonjë duel në pjesën e parë, Renato Roza. Kapiteni Lushtaku ndërhyn Roza e pa mundur për Sozan që të pranoj topin. Tenton depërtimin Kenc Hamiti. Ndërhyn Kapra, shkëlqen Lushtaku, do bësh në zonën vendase që largohet për pastaj Sani pa një mundësi që të kombinoj me Medi Fatin. Ja më shohim këtë devull tjetë korner, topi u prejk për herë të fundit nga Fatbar dhe Latifi. Dejtori bërë! Tekon të arë për Shala, që në të shkua me karton të verë në pjesën e parë. Topin e zonë, do tjetë vetëm fundore për Donat Kaçion. Tjetër riveriansore. Hajde, Vesti, Zimi, këtu, Zimi. Shkëlqen Lushtaku me këtë pasime, kërkoj Fofanan. Pasime për para. Del nga zona Morajes.
Të rifani ansore. Usuar Iqbal Jashari. Rëvetuar nga Albin Kapra. Fofana. Nuk ka pasim të sakt për Hamidin. Shumë i fort ishte topi. Mangat! Ja, Mehdi Fati. Hasani. Tjetër pasim për Fatin. Hapet lojën nga Bajraktari më në krah kjo goditje. Çfarë goli shënon Trilon Leku. 3-0 rezultati. Trilon Leku me super goditje në poshtë portierin Maikon Moraes. Minuta 50, 3-0 rezultati. Autor i golit Trilon Leku. Bajraktari e qetit të lirë Trilon Lekun i cili plasoj këtë goditje dhe i shtangur mbeti portieri Maikon Moraes. Kaloj edhe minuta 50. Vazhdon të tepër racionale skuadra vendase. Tani Bajraktari Sosa në këtë mënyrë provon. Goditja ti shkon jashtë portës Moraes. Pra trepqa 89 tepër racionale në fazën e sulmit. Jo dhe shumë raste të krijuara mirë, po efikasiteti tepër i lartë. Nuk ka ndërhyrje të parregullt. Bubi! Bub! Blokoj shalën Renato Rosa. Minuta e 52. Thamë ndeshjen e fundit tërmjet këtyre dy skuadrave të zhvilluar në Bajram Aliu fitoi Drenica me rezultat minimal 1-0. Tet pikë ishte dallimi ndërmjet këtyre dy skuadrave para gjirës 16, një fitore eventuale trepçës 89 do të ngushtonte diferencën e pikëve në mes të liderit dhe skuadrave që ndjekin e krye të tabelës. Bravo Drilo, bravo Drilo. Albin Shpina. Të kthej topin e lojë Shkëlzen Lushtaku. Pasimi prapa presion atje nga Bajraktari. Ashtu dhe Hasani në portierin Moraes. Komplikon situatën paksa Fatmir Rexhaj. Kapra. Shantari i Liris dhe Ballkanit është Albin Kapra. Hasani. Ka ndërhyrje të parregullt. Dobi do t'jeti Drenicës. Nuk e parë dhe bankën e ekipit të Drenicës.
E njerë përshojmë momentin e pak më përshëm kur Hasani shkaktojnë të rrydje në Fatmir Regjajnë. Duke parë golin e tretë të ekipit Mitrovicas që u shënua nga Drilon Leku, ishte një super goditje e tij. Pas një shpresë për të intervenuar mbeti portieri Moraes. Koma Regjaj është duke marrë ndihmën mjekësore, ndërkohë trajneri Arsim Thaçi është duke u bërë gati për zëvendësim. Tre ndryshime në përparje do t'i bëj Drenica tani. Plan të parë Arsim Thaçi, sigurisht objektivi i Drenicës është rikthimi në elitën e futbollit tonë, njëjtë sigurisht që e ka objektivin edhe Trepça 89. E fokusuar Wesley Souza, tepër lojtar cilësor, autori 2 golave në pjesën e parë. Kalon edhe minuta 11 në pjesën e dytë. Ka rifilluar loja pas asaj ndërprerje përderisa ju dhanë ndihmë mjekësore Fatmir Regjajt. Renato! Tjetë riverje me duar. Opa, Vasi! Albina, plaju! Bravo! Ubi! Dhe do be prapa tek Regjaj. Presioni nga futbolistët e 89-shit. Pasimi prapa nga Meri Fati, gabim atje mirë, po del Donat Kaqiu. Kundër t'i kushtoj pasimi gabuar skuadrës vendase. Lushtaku. Pasimi më në kra. Ka të rrydje të parregullt. Kotalashe akoma Regjaj, i cili zëvendësohet 3 ndryshime në përbërjen e Drenicës. Në pak qasë do të shohim edhe të konfirmuar ndrimet e Arsim Thaçit. Aten Sulejmani është larguar në vendin e tij Djellor Beseni, po ashtu në lojë është edhe Ermal Veliqi.
quajtë sikur se Armend Gashi. Minuta 59. Rosa. Bravo. Easy, Fatih. Fati. Afro, Tibi, Trina. Tani përpara tani e mysafirve. Nuk këtë asgjë. Hop, Bubi. Është offside. Mos të gush kur e ki topin. Njerë përshojmë aksionin e pak më parshëm. Kreshti Kuka ishte në offside. Hajde. Bravo. Tjetër aksioni Trepqës 89 vjen krosimi. Intervenon mbrojtja mysafire, insistojnë vendasit. Leko. Tani Dushi është krosimi ullët. Dalin mirë nga kjo situat. Futbolistët mysafir. Joloj kaloj tashmë në Rizalushta, 3-0 rezultati. Në Fofana. Opëtojë në Kra, aty ku është Ermal Velici. Ermal Velici në krosimi. Nuk shvizot ai top, mirë pa e mbajnë topin pronësi mysafirët. Beseni. Shala. Pasimi në Kra. Pret pasim atje Dhaci, cili tërgon topin në zonë. Tjetër ndërpredje. Se ka të lashe Drilon Leku, i cili realizoi gol fantastik në minutën e 50. Njerë po shikojmë golin e Lekut dhe festën e trajnerit Shpëtimit Rizit së bashku me gjithë bankën. Sloja pasaj ndërprerje. Kërkohet njerë Fofana, vjen ndërhyrja. Insiston Drenica. Lem fantastik nga Leko. Se nuk zgjodhi pasimin, dhe dojë që të vërton të akoma, por të humbur topin. Shkakton ndërhyrjet pa rregull tani ndëshkohet me kartonin e verdhë.
Edhe njerë po shohim faulin e shkaktuar nga Leku. Goritje lirë për Drenicën, kur për rrjedh minute 64. Krosim është i lartë. Tolovi e kryuar, Fofana, vjen ky tentim dhe Drenica shënon edhe njerë mirë, po tjetër goli anuluar. Sërish do të kemi verifikim në VAR. Ishte Tolovi e kryuar para portierit Donat Kaqiu. Pam situatën. Hajde Abbas, ma shpejt. Tjetër zëvendësim. Largohet nga loja Drilon Leku i lënduar në vendin e tij. Do të inkuadrohet Romeo Abazaj. Këtu kërkoi zëvendësim Leku. Kemi hyrë në 25 minutat e fundit. Autori ati goli fantastik në minutën e 50. Drilon Leku. Erduar trokitje Leku, Abazaj e zëvendëson përgëzohet për lojën e tij edhe nga stafi i trajnerëve të 89-shit. Pasi mi kapuar në krahun e djathtë. Abazaj, kontakti i parë me topin. Njerë Abazaj, gabon. Tjetë ansore për Drenicën. Opa Vasi, qati të ordi, qita. Thaçi. Abbas, me numrin 10, Abbas, qati. Bravo, Gjim, qaja, Gjimi. Qati, Gjimi. Gjimi. Këtë topi prapat e kapiteni Shkollzen Lushtaku. Ka ndërhyrje të parregullt. Tani Kreshni Kuka. Spina, Albin. Krosimi është në zonë, ky tentim çfarë pritje nga Donat Kaqiu. Ka sërish offside të ndëruar shikues. Afërsia erdhi goditja Fofanas. Mirë po intervenime fantastik nga Donat Kaqiu. Minuta 68, 3-0 rezultati. E përsi lartë e krijuar nga Trepça, 89 çojmë. Rasti Sosa shpëton Drenica nga mësimi i golit të katërt. Ndërhyrja e Arbër Shalës. Bravo, Adil, mos u gut, Adil.
Fina Fatih. Bravo, kapiten, bravo, kapiten. Topi që shkon tek portieri Moraes. That's it. Go inside. Renato. Dalet loja. Krosoj ka goditja lirë, Gen Samiti. Minuta 70. Ordi, Renato. Do tani është Ermal Velici. Fofana gabon, arriti që pasoj vetëm deri tek Rosa. Tjetë riveri me duar, kur kemi hyrë në 20 minutat e fundit. Rezultati vazhdon të jetë 3-0 për Trepçën 89. Nësore që ekzekutohet shpejt, Fofana, Thaçi, Velici, është krosim I mirë kë, shpaton në portën edhe njerë, Tonat Kalqiu. Intervenime fantastike të Kalqiut. Shtira dytë rresht që shpaton skuadrën nga posimi I golit. Arpjes Thaçi. Rosa. Ja përparsi këtu gjyqtari Maloku. Bajraktari. Nuk kuptohet me Ardian Hasanin. Është kartoni verdh për kapitenin Shkëlqen Lushtaku. Kartoni verdh për Lushtakun. Proteston aty edhe Djelor Beseni. Dërërje e parregullt ishte në Renato Rosan. Shumë vite është pjesë e Drenicës Shkëlqen Lushtaku. Momentin të shkimit me karton të verdh është të shkuar po ashtu dhe Djelor Beseni. Renato! Fatih! Marko. Albiki, kujdes!
Pasimi pak sa prapa për Arbios Thashin. Shkëllëzen Lushtaku. Lushtaku. Gen Samiti reagon për mrekulli Gjëtja Hamiti. E kërkon Velicin me atë pasim. Velici që mban topin brenda vijave kufizuese. Nuk ka ansore. Është faul në Milazim Bajraktarin, kapitenin Mitrovicas. Dhe tani është momenti i Auron Hamitit, i cili do t'jetë në lojë në vend të Krishnik Kukës. Auron Hamitit që realizoi golin e fitores në ndeshjen e kaluar në minutën 21. Nga ndeshjet më spektakolare ndërmjet këtyre dy skuadrave të nderuar shikues u zhvillua me 10 shtator të vitit 2022, ku u realizuan 7 gola. Mitrovicasit triumfuan me rezultat 5-2. Arbios Thaçi. Bravo, Diop! Sigurisht që njën nga performancat më të spikatura në përballjet ndërmjet këtyre dy skuadrave është ajo e Kristian Mba, i cili me 10 shtator të vitit 2022 realizoi 2 gola dhe 2 asistime në atë fitoren 5-2 të Mitrovicasve. Kemi hyrë tashmë në 15 minutat e fundit. 3-0 rezultati për Mitrovicasit, të cilët nga 8 diferencën me një fitore në këtë ballavaqim të ngushtojnë në 5 diferencën në mes të liderit, pra Drenicës dhe Fenit të tretë. Tani Auron Hamiti janë goditja e tij as pak e rrezikshme për portierin Kaçiu. Tjetër zëvendësim kësaj radhe nga Trepça 89 në lojë do t'jetë Sadiki Kulibali. Të largohet Renato Rosa, shpenzoi shumë energji dhe siç duket i kushtoi ai duel, ku u lëndua, mori ndihmën mjekësore. Largohet Wesley Sosa, pak i vërritur në këtë pjesë të dytë në vendin e tij Kulibali. Hajde Renato! Të shkuar duke lënë fushën e plert. Wesley Sosa. Lojë do t'jetë edhe Kuame. Vend Renato Rosas. Super paraqitje e Renato Rosas. Rishim
Se ishte njëri prej atyre lojtarëve që dha shfaqjen më të mirë në këtë ndeshje. Tjetër top në zonë, intervenon Donat Kaqiu. Albini! Go, Sidiki, go, Sidiki! Baba, Albin, Sidiki! Albin Kopra. Shkoncen Lushtaku. Baba, Sidiki, jo go! Bravo, më të gut, Albin! Bravo, ju allu, Fati! Mundësia për planaset Gabon Bajraktari. Nisë aksion të ri, Velici mirë po, pasimi nuk ishte edhe që sakt, ndërhyrje në subvencionsin Auron Hamitin. Ishte starti Dimi, lektori ju të shaj. Tjetë koditje lirë për Drenicën, 10 minutat e fundit. Velici. I ka borë është pasimi për Auron Hamitin, Kapra. Tjetë ansore për Mysafirët. Mosiljati, vej! Bërë, këtë të drou! Fofana. Lushtaku kërëson. Me nërshme ndërhyrja e Abazajt. Kër prapa Abazajt që hyri në lojnë në vend të lënduarit Drilon Leko. Kaban Kapra. Mirë po, gjithë qka shkon në favorin e ekipit Mitrovicas. Sigurisht 89 që është afer një triumfit të madhë këtë edicion në Raiffeisen ligën e parë. Drenica që tiri në gjiro 16 vetëm një disfat e ka të pësuar. Lushtaku. Marko. Abazaj, Abazaj. Odin, fali Romeo su mere tiçim. Dimi, dhe që kalzoj të i Abazaj, të i mos shkoni të dytë, të në njone e shtinës. Të përshti vendasve. Shala. Përpikja atje Fofana i rëdhuar ka 2 lojtar kundërshtar. Të rrë është të pasër afer ishte gjyqtari Maloku. Lushtaku. Amiti për Velicin, kombinimi 2 fisht. Pas vjen ndërhyrja, nuk janë nuk e lënë fare topa në hyrje të zonës së tyre lojtarët vendas. Para bar, bravo Dion, bravo. Bravo Bardi. Fundore për Kaqiun, Donat Kaqiu, autori disa ndërhyrjeve në këtë pjesë të dy, duke shpëtuar skuadrën nga pësimi i golit.
qartë. Loja e Trepqës 89. Shumë e rrjedhshme se sa ajo e Drenicës, sidomos në ato daljet nga mbrojtja në mesfush apo gjatë tranzitit. Tjetë kartoni verdhë. Ndërshkohet Williams Kuame. Kartoni verdhë për Kuamen, i cili para pak qasteve hyri në lojë. Të largohet nga loja Ardian Hasani. Në vendin e tij do t'jetë Erbiton Islami. Ashtu në lojë do t'jetë edhe Andi Kadriu. Erbiton Islami është në vend Milazim Bajraktarit. Mirë në 5 minutat e fundit. Ardian Hasani është larguar, Andi Kadriu e zëvendëson. Edhe Drenica ka bërë ndryshim në përbërje, Shpesim Zogu është në fushën e blertë, është larguar Kent Hamiti. Auron Hamiti me këto goditje, intervenon edhe njerë. Donat Kaqiu, insiston Drenica, tjetër tentim, mirë po do tjetë vetëm korner. Minuta 87, finishi i kësaj përballje, largohet nga loja Kent Hamiti, po thuaj se asgjë nuk funksionoi sot në momentet caktuara tek loja e Drenicës. Veliçi kroson nga këndi. Më shohim edhe njerë Donat Kaqiu i sigurt. Sërish skuton atje me Fofanan. Fofanan që realizoi në pjesën e parë, mirë po goli i tij u anulua. Edhe një gol tjetër gjatë pjesës së dytë shënoi Drenica. Mirë po edhe ai gol do të ishte i pavlefshëm për shkak të pozitës si jashtëlojë, ndërsa goli i Fofanans u anulua për shkak se deri tek pasimi final Kent Hamiti shkaktoi ndërhyrje të parregullt. Hadi Bidon, hadi knej, knej! Veliçi. Pasim në qandër, as pak i rrezikshëm. Shumë i fort topi përpara. Ishte pothuajse pa mundur nga Erbiton Islami. Qatë bënte presion në mënyrë që atë kthente topin në pronësi. Bravo, papo, papo. Vamos aqui. Aqui, çita ekipa var. Çita ekipa var. Lushtaku.
të nga Fatbardh Latifi. Bardhi, që të ekipën. Vini! Merë Vitore! Sekundat e fundit e kohës së rregullt. Patëm disa herë ndërprerje në periudhën e shijes se sa do të kemi shtesë, janë 7 minuta. 7 minuta deri në mbyllje. Thuaj se pa mundur që të bëhet tonë një ndryshim i madh në rezultat në këto minuta të shtesës, për shkak që duket që edhe Drenica është dorëzuar, pati disa raste, 2 golat anuluar. Avantazhi është i thellë i Mitrovicasve. Lushtaku me këtë vertikalizim. Spak rrezik në zonën Mitrovicase. Momentalisht, me slogaritur në teshjet tjera të ndrua shikos pas gjirës 16. Drenica do të vazhdoj të jetë në vendin e parë me 34 pik, vllaznimi 30 pik, Trepça 29, Trepça e vjetër nga Mitrovica 26 pik. Mirë po vllaznimi Trepça kanë nga një ndeshje të pazhvilluar. Pasaj fitore, sigurisht që është hapur lufta edhe për pozitën e parë të ndëruar shikosu. Duk që Drenica do të tentoj që ta blindoj vendin e parë në grupin A. Mirë po, pasaj humbje gjithë shkampetet të hapur. Skuadra më afërt e vendin e parë është vllaznimi, që ka 30 pik, me një fitore në kuadër të gjirës 16, do ta ngushtonte diferencën në vetëm +1 me Drenicën. Minuta e 3 të shtesës. Në Fofana. Pasimi për Velicin, Velici ka të pa mundur që të rri topin. Albinin Mamrana. Get kopro! Donut! Hadi çek. Hadi üç pas. Pas Elida, pas. At top. Fina, bravo, top, bravo. Pasimi mirë për Abazajn. Ndërhyn Lushtaku. Që deportoj Merifati, do të topi i takon Drenicës, riveni ansore. Topi që shkon tek portieri Majkon Morajes.
Pati Elvida. Ti. Lushtaku. Back. Hajde Pati. Tërgon topin në zonë, shkëllëzen Lushtaku, Fofana atje bën presion në Andi Kadriun, mirë po, do të kemi korner, minuta 5 Shtesë. Dy gola Souza, një tjetër Leko për 3-0. Tjetër goditje mirë po asëse të rëzikot porta e Kalshiut. Wesley Souzan, lojtarin më të mirë të kësaj përballje, MVP-n e këtij ballafaqimi. Romeo, dile pas, di. Kthen topin e lojë nga Ansonia Kapra. Çant parashimisht goli i parë realizuar nga Trepça 89. Një skemë ushtruar në stërvitje që funksionoi për mrekulli. Souza realizoi nga ato skema që vështirë që funksionon mirë, po funksionoi tek 89-she. Albin, bravo Dion. Bravo Elvidon. Velici. Minuta e fundit e Shtesës. Hajde Sidiki. Hamiti Velici, 30 sekundat e fundit. Edhe njerë Romeo Abazaj. Ka ndërhyrje të parregullt. Folli është i Elvidon Islamit. 10 sekundat e fundit. Goditje e lirë për mysafirët e këtopi është shkëllëzen Lushtaku. Rasti i fundit në ndeshje me siguri Velici tendon që krijojë hapësirën, shohim ka ndërhyrje të parregullt. Është faull në Velicin. Të ekzekutohet edhe kjo goditje e lirë, më pas do të mbyllët ndeshja. Bordi! Bup! Kujdes, bup jashtë! Shohim, nuk ka gjë dhe këto mbyllët ky derbi. Të nderuar shikues, Trepça 89 në poshtë Drenicën me rezultat 3-0, fitore e pasër e Mitrovicasve. Ty e realizoi Wesley Souza, njërë tjetër Leko për triumfin e merituar të skuadrës Trepçës 89, e cila vazhdon rrugtimin dhe objektivin e madh për të rikthyer në elitën e futbollit kosovar, ndërsa Drenica, edhe pse pësoi dispat sot në Rizalush, atë vazhdoi të jetë skuadër lidere e grupit A të Raiffeisen Ligës së parë. Të nderuar shikues, unë ju lë me këto pamje duke ju falendëruar për vëmendjen dhe ju këshilluar që të vazhdoni qëndroni me kanalet sportive të platformës Art Motion. Çdo të mirë.